Si ka rënjët kjo ditë vere dhe pse është kaq e rëndësishme për shqiptarët? Gjithë popujt e ndanin vitin në dimër dhe në verë dhe dita e verës shënon pikërisht fillimin e verës, sepse ndodhe ekuinoksi pranveror, njerëzit dalin edhe mbledhin lule dhe zbukurojnë shtëpinë me ato. Janë tipike degët e thanës, sepse thana njihet si një pemë që është e fortë, madje më përpara nënat ju vinin fëmijëve poshtë jastikut deg thane që ata të rriteshin të fortë. Detaj shumë i rëndësishëm është verorja. Dikur ka qenë me të gjitha ngjyrat, me gjithë pemë që na gjendeshin në shtëpi, po. Nëna e shtëpisë ju a lidhte gjithë familjes, duke thënë një urim. Këtu në fakt ndërthuret edhe një rit magjik, ku ndërthuret elementi kohë, veprim, urim. Në momenti i lidhjes ka të bëjë me ritin magjik, duke thënë një urim. Mblidhen lule që çohen më tej në shtëpi, zbukurohet shtëpia, spërkatet me ujë të freskët asaj dite. Tradita e fëmijëve që shkojnë trokasin nëpër dyer dhe shtëpia duhet i pres duke ju dhënë gostinë ditës verës, që mund të jenë karamele dhe gatime tradicionale ose biskotat, arra, biskota.